Një qytetar në Klin është ndaluar nga policia e Kosovës në ndyshimet se ka fotografuar votën në kundërshtim me ligjin. Për të marrë më shumë detaje lidhur me këtë rast, pranë vetes kemi zëdhënësin e policisë për rajonin e Pezë, Driton Rrugovën. Përshëndetje, pas sot rreth orës 11:38 minuta, policia është informuar për një rast i cili ka ndodhur në një qendër të votimit në qytetin e Klinës. Njësitë relevante të policisë së Kosovës në këtë rast një hetuesit e sektorit Rajnal për hetime kanë shkuar në vendin e ngjarjes. Gjithashtu vlen të theksohet të shoqëruar një person në stacionin policor Klin. I njëjti me urdhër të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë. Kjo është sa për këtë rastit të Klinës, ndërsa për raste tjera nuk kemi të raportuar ndonjë rast që prish apo dëmton procesin zgjedhor. Policia e Kosovës ka plan e hartuar balotazh zgjedhjet lokale të vitit 2025, ku kemi një numër të konsiderueshëm të angazhuar për mbarvajtjen e këtij procesi. Faleminderit shumë. Këto ishin detajet e fundit sa i përket rajonit të Dugaxhinit. Ne edhe me tutje do të vazhdojmë të qëndrojmë në qytetin e Pezë dhe në qytete tjera përreth për t'ju sjellë të rejat nga procesi zgjedhor i balotazhit.